kjo është një luftë që ka filluar dhe do jetë në vazhdim. Kështu që nuk është një herezi e madhe që kanë hyrë në sistemin e prokurorisë. Por mua nuk më ngjit fare, po s'më ngjit fare fakti që thohet që kanë marrë dosjet. Absolutisht është e pamundur që të hysh në sistem dhe të marrësh dosjet, sepse dosjet e prokurorëve nuk gjenden në email. Dosjet janë, pashikut e dosjeve janë në për zyrat e prokurorëve, në zyrat e oficerëve të BK-s, dhe padyshim pastaj janë të skanuara dhe gjenden ato në database-et që i disponojnë në kompjutrat që i disponojnë prokurorët, që aty është e pamundur që ti të futesh, ti marrësh, ti vjedhësh apo ti shkarkosh ato. Kështu që për mua, jo për mua, por për gjithë ata që i njohin të pak sa do pak sistemin kompjuterik, është e pamundur që të vjedhësh dosjet. Po, është e mundur që të hysh tek sistemi i emaileve dhe mund ta kontrollosh, po sistemi i emailit, pra si emailet, nuk tregojnë dhe nuk të afrojnë ty që ti të shkarkosh dosje. Sepse emailet janë thjesht për përdorime, për të kërkuar një informacion ose për të dërguar një datë, një kështu, por prokuroria nuk punon me emaile. Informacionet i kërkon me fizikisht, i bën me kërkesa me shkrim, i bën me letër porosi kur janë për jashtë Shqipërisë, dhe padyshim pastaj për brenda Shqipërisë i kërkon në forma të tjera, që janë shqyrja e vendit të ngjarjes, pra sigurimi fizikisht i informacionit dhe jo me emaile. Kështu që nuk më duket bindës fakti që këta thonë kanë vjedhur sistemi dhe me anë të vjedhjes sistemit kanë arritur të administrojnë dosjet. Jo, kjo është e pamundur. Ndërkohë, SPAK ka arrestuar dhe është dhënë masa e sigurisë arrest me burg për 2 persona që në pamje të parë duket sikur nuk kanë lidhje fare me hakerimin. Ju si mendoni, a ka persona të tjerë që qëndrojnë pas këtij sulmi? Shiko, ne dim që janë arrestuar 2 persona, por ne nuk dim çfarë kanë kryer këta, sepse është ndryshe kur arreston 2 persona dhe thua që këta kanë kryer hakerimin, ashtu si ne ja ngjitëm në fakt iranianëve që kishin kryer hakerimin në Shqipëri, kishin bërë namin e kështu me radhë, dhe në fund nuk arritëm dot ta kuptonim, dhe unë besoj dhe sot e kësaj dite që nuk kanë qenë iranian, por kanë qenë segmentet caktuara që ka pas interes ta bëjnë ato veprime. Kështu që edhe ky fakt që ata përdorin, pra ky rast dhe që thonë se i kanë vjedhur këta dhe janë ata përgjegjësit, ne do t'ja lëmë t'i nështrojnë, ata do i nështrojnë hetimit, ne do të njihemi me fakte dhe me provat, sepse deri tash jemi vetëm me një, si thonë, lajmërim ose një bërje publike nga ana e prokurorisë, por mos harrojmë që ata akoma nuk kanë folur, akoma nuk kanë shprehur deri ku kanë arritur, kush si kanë arritur, nëse kanë qenë këta ata që kanë kryer këtë hakerim dhe për llogaritë të kujt e kanë bërë këtë hakerim. Kështu që ne deri tash kemi vetëm një informacion, kemi informacionin që na ka dhënë prokuroria e posaçme se që këta 2 janë ata hakerusit e sistemit tonë. Kështu që nuk mund të flasim pa patur një hetim, qoftë edhe minimal, që të shikojmë dhe të bindemi që këta janë ata persona të cilët kanë kryer hakerimin. Pra, nuk mundet të flasim pa prova. Kurse prova, qofshin këto, edhe me 2 prova shkresore që të vërtetohet, pra qyrja që është bërë, sepse padyshim që atyre emaileve, atyre kompjutrave që është ndërhyr, është bërë një qyrje nga specialistët, pra nga hetimi që ka nisur SPAK-u për këtë çështje. Dhe kështu që ta diskutojmë në një moment tjetër, sepse mund ta ludojmë nëse janë këta, nuk janë këta, sa ka qenë ndërhyrja këtyre deri ku kanë arritur edhe kështu me radhë. Prandaj që edhe kjo është për të vlerësuar si një për të marrë me rezervë nga deri sot. Nesër të shikojmë se si do ndryshojnë gjërat. A është duke përgatitur terrenin e saj politika konkretisht sa i përket dhe përdorjes së mandatit të kreut të SPAK-ut që në mos gaboj ka të bëjë në vjeshtën e këtij viti? Shiko, ju pak më parë më thatë që do shkrihet, kërkoj të shkrihet SPAK-u. Kjo nuk është, sepse nuk është e thoni ju, por kjo është një perceptim tani që është ngolitur dhe tek
të publiku nga shumë kolegët tuaj. SPAK-u nuk ka si, prokuroria në çdo vend të botës do ekzistoj, sepse thash, është krijuar që 2000 vite para, që në Romën, në Peradorinë Romake, kur krijuan institucionet e së drejtë e kështu me radhë. Por që ta ribësh institucion, kjo nuk do thotë e shkrim, që janë shumë prokuror në prokurorie posaçme që marrin pagën kot, po dhe kjo s'ka pikën e dyshimit. Dhe mos harrojmë që janë prokuror që paguan nga 6.000 deri në 7.000 euro pagë mujore. Dhe zoti Dumani e ka pagën 90.000 euro në vit, 90.000 vetëm rrogën e tij, pagën e tij, pa beneficet e tjera që janë ruajtja e familjes, e banesës, rohet, bodyguardët e kështu me radhë, që ne na shkon rreth 12.000 euro në vit, të kuptojmë. Por tani që ne të paguajmë kaq 1.000 euro prokuror, të cilët kanë dosjet aty, i kanë dosjet e krimit aty, i kanë dosjet e politikanëve aty, i kanë dosjet e krimit zgjedhor aty, s'ka ECC ka ardhur, s'ka Ekroçati ka ardhur, ajo si e ka ky platforma tjetër Matrix ka ardhur, dhe emrat e politikanëve janë aty, emrat e personazheve janë aty, dhe ti nuk arrin dot të marrësh përgjegjësi penale, atëre për çfarë të duhet SPAK-u? Për çfarë të duhet SPAK-u? Per Jovelia diej që çfarë po bënte bizneseve dhe çfarë po bënte korrupsionin aty. Te SPAK-u nëse do të hetoj ja ku i ka sot krimin zgjedhor, që i ka kryetarët e bashkive me gjithë enturazhet e tyre, shkojnë në Athinë, shkojnë në Rom, shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar, në gjithë Europën, me çfarë shkojnë këta? Me çfarë para shkojnë këta? Kur një kryetar bashkie pagën e ka 1.200, 1.300 varet nga bashkia e cilë drejton euro në muaj. Një nënpunës i bashkisë e ka 500, 600, po 700 euro në muaj dhe lëviz kanë çdo të shtunë, çdo fundjavë nga do shkon kryeministri pas. Pse se lufton këtë krim zgjedhor në SPAK-u? Ja, kjo është pyetja. Ja, kjo është pyetja. Ne nuk na del, ne avokat paguhemi po deshët ju dhe më shumë. Dhe 4-5 fishin e 6 fishin atyre kryetarëve bashkisë në muaj, edhe ne nuk na del, edhe u dal ka këtyre dhe që lëvizin gjithë Europën me paratë e taksa paguesve. Prandaj them që SPAK-u është institucion që deri sot, përveç atyre luftës politike që ka bërë brenda apo luftës politike të kundërshtarëve të Edi Ramës, nuk ka kryer asnjë punë tjetër që ta ketë nisur një hetim të thelluar nga aja ta ketë çuar te xeta. Sepse edhe dosjet që ka aty, kanë qenë dosjet të kallëzimeve që kanë bërë shoqatat, grupet caktuara apo dhe partitë politike, dhe ka SPAK-u i sforcuar ka kryer arrestime. Më thoni një çështje që e ka nisur nga aja te xeta. Po një që ka nisur hetimet vet,